flasim pak për këtë summit, para se të vemi te viti tjetër, çfarë të pëlqeu, çfarë s'të pëlqeu. Për shembull, vura re që një prej materialeve më të klikuara, më virale, u bë një juriste nga Bologna e Shqipërisë, e cila tha mos na përdorni për fasadë, në farë mënyrë nuk kemi numra, ne duhet jemi aty. Por dhe në panelin ton, foli Anila, unë e njoh shumë mirë Anilën, edhe është një zonjë fantastike në Londër, dhe ajo e pati këtë ankesë, tha që pse nuk ka gazetarë të diasporës. Se di këtë, edhe mua ma vini në dukje, ç'pun ke ti që flet për diasporën? Si ç'pun kam unë? Ti s'ke ikur kur nga Shqipëria, thu se është faq që unë s'kam ikur nga Shqipëria dhe kam menduar ta ndërtoj këtu. Do thënë, ka disa gjëra që mbas edhe unë si kam kuptuar mirë. Mi shpjegon në mënyrën tënde çfarë nuk ishte mirë. Shpjegoj është gjë e madhe, po ta tregoj në mënyrën tonë. Është çështje tepër sensitive, tepër e ndjeshme, sepse unë kam qenë edhe në panelin ku zonja juriste ka intervenu, ka ndërhy. Summiti i diasporës është diçka që mu më ka pëlqy si individ, po edhe shoqata. Nuk isha ardhur nëse shoqata nuk më kishte thënë me ardhur. Kemi kuvend, kemi kryetar, kemi këshill. Nëse është në interes të Mërgatës, kemi ardhur. Pra si fillim thirrja është e hapun edhe jemi përgjigj. Zdyti është e vërtet që tash ta diskutojmë ndoshta a ka qenë me Mërgatën a për Mërgatën. Edhe është e vërtet që unë ndoshta e shoh gri këtë aspekt. Jo as ze as bardh. Besoj se na kanë dëgjuar, sa të na kanë dëgjuar. Besoj se na u kanë përgjigjur shumë gjëna, cilat kanë pas nevojë. Përveç kësaj është e vërtet që panelistët ishte ideja qeveri Mërgat. Në disa panele ka pas edhe Mërgat, por është e vërtet që është tepër komplikuar të përfaqësohet. Pra në panelin që unë moderoja, si ta thuash, pse si jemi aty ishte ideja. Aty ku? Aty ishte Ali Ahmeti, ishte Glauk, ishte Arbëri, do thënë në një farë mënyrë ishin të gjitha ata. Nuk po mbroj panelin se kam bërë unë, thjesht po moderoja, nuk ka lidhje, por dua të them, mu duk në rregull. Mbase, pse di se mbase duhet të rinë njerëzit të unë në panel, njerëzit që vinë nga diaspora, nga Mërgata, se ti, mbase si çfarë mund të rregullohet më, domethënë që të jetë më e pranueshme. Unë duhet besoj sinqerisht që duhet ta përgëzojmë me një farë mënyre këtë summit. Si fillim, para çdo kritike. Është një organizim i cili nuk e paramendojmë si individ. Besoj se është e komplikuar. Ka pas shumë njerëz, qindra persona nga bota. Si fillim. Pastaj kritikat janë kuptueshme dhe vetëm kritika konstruktive mund të ndërtojnë diçka. Mua më ka penguar shumë me një farë aspekti juristja. Sepse intervenimi i saj, ka bërë viralitet, ka qenë emocionues dhe e kuptoj patjetër. Emocionet janë normale, edhe në Mërgat emocioni janë një çështje e komplikuar në këtë aspekt. Po të etiketosh, të thuash që jeni larg nga realitetet tjera në atë farë mënyre si e tha, unë e kam konsideruar vetëm si pak dekredibilizuar, sepse unë jam student dhe kam nevojë që ta flasim me racionalitet, tulemi, se në fakt aty ta rikujtojmë, aty ishte panel, kishte diskutime dhe kjo mor fjalën për një pyetje. Edhe bëje pyetjen, ta bisedojmë, bëj një debat vogël, shkurt se është e komplikuar. Pastaj, në panelin tuaj, mua më ka duk mirë, sepse spare kishte kresh shteti aty. Më thonë, Ali Ahmeti që ka qenë figurë e madhe, Dretan Abasović e tjera, po ishte edhe Arber Gashi, mos ta harrojmë. Unë nëse nuk është Arber Gashi, është tjetër çështje. Isha më skeptik. Po, është Arber Gashi, është deputet në Parlamentin e Suedisë, është i përfaqësues të diasporës. Tash, pse jo? Në vite tjera, sigur do jetë më interesant. Ministri i jashtëm i Shqipërisë më ka dukë që u përgjigj shumë mirë, edhe në pyetjen time kur bëra pyetje, edhe nëse ka qenë kritike, më thonë, edhe nëse më ka bërë kritik, e pranoj totalisht, sepse ashtu shkon. Organizata. Por u reagua, më thënë, kishte reagim mes palëve. Kjo më pëlqeu dhe mua. Se dhe për mua ishte e re, nuk e kam bërë unë këtë gjë, këtë lloj moderimi. Më thënë, unë nuk kam as lidhje me summitin e diasporës. Pranova të
të moderoja të panelit dhe më pëlqeu. Më pëlqeu mënyra se si u flisnit. Okej, koha është e shkurtër, nuk mundesh. Për shembull, më thamë pse ndërpreve poezinë një zonje, unë e ftoj zonjën ta lexoj të gjithën këtu. Kam shumë qef, domethënë realisht. Ishte e bukur, po ishin 10 faqe. Duhet të flasin, ishte 10 faqe, nuk mundesh, domethënë nuk mund të lexojmë libra, se kishte edhe një panel libri që atë nuk e lejuan të flasë, dhe erdhi këtu që unë e lejoja më shumë, po nga pak, kuptohet. Patjetër. Edhe një gjë bëri përshtypje aty, një zonë që erdhi mori mikrofonin dhe tha, do ta them, tha, nuk është e vërtet që s'ka klube, në Paris ne kemi një klub, e kemi bërë në nëntor të 2025-s. Më ka keq kuptuar se zonjën jemi takuar pastaj. Unë nuk thash që s'ka klube apo shoqata, thash nuk ka shoqata tipit studentor në Francë. Nuk është e njëjta shoqata kulturore dhe shoqata studentore. Ne bëjmë kulturë, nuk është problem. Po kemi angazhim përfaqësues studentor, profesionist në aspektin politik, siç e thash më herët, sepse ajo është shumë interesant. Klubi i kulturës më pëlqen, e ndjek nga larg sepse s'kam qenë ndonjëherë dhe i ftoj të vinë edhe në Francë. Unë se dia për shembull. Është një klub i ri? Është një klub i ri. Vajzash? Jo, është Centre Culturel Albania, është një qendër kulturore shqiptare. Qendra e hershme, se ka pas gjithmonë në Paris qendër? Ka pas në varet prej angazhimeve të njerëzve, individëve, tash e kanë hap prap, kanë shkollë shqipe, më ka ardhur shumë mirë, le të them, se për çata nuk kam asnjë problem me atë zonjën që morr mikrofonin, sepse nuk më jemi keq kuptuar. Unë thash shërtat studentore. Jo, ajo kishte besoj me ministrin që thas ndoshta, se thash mos... Okej. A ishte me ministri. Dhe unë e kuptova, s'ka gjë shumë mirë që foli, por ndonjëherë nuk kemi pse inatosemi që nuk e din që ne ekzistojmë. Por duhet të mësojmë të bëhemi aq të pranishëm në rrjetet sociale, në YouTube, kudo tashmë që të gjithë ndjekin dhe të mësojmë me faktin që duhet të na njohin, ne kemi ne për detyrë që të bëhemi të njohur, domethënë, se jo patjetër Shqipëria i di të gjitha. Patjetër, edhe është, mos harrojmë se është angazhim vullnetar. Angazhimi vullnetar kërkon shumë, le të themi, me njoja nuk vjen çdo herë. Jo, e drejtë. Me njoja nuk vjen çdo herë dhe besoj se e di, edhe se e din shumë individ të cilët janë të angazhuar. Unë larg jam ende, po ka njerëz që janë të angazhuar që 50 vite. Aty ishin për summit. 50 vite në diasporë. Sa kanë shqipënjatarta dhe ato tjera? Nuk kanë më shumë se 20. Ashtu shkon. Vitin tjetër vjet dikush tjetër. Pastaj të vjen radha të shpërblet mirënjoja. Jo, asaj. Po them që mirënjoja normale është, vjen me kohën, vjen me aktivitetin. Në fakt mua më bëri përshtypje te shqiponja, duhet ta pranoj te këto shqiponja të arta. Unë në një farë mënyrë mendoj që gjithë diaspora është shqiponj. Por kam përshtypjen që duhet të zbulojnë sa më shumë individ. Më thënë, ka një lloj tërheqje nga individ që i njohin të gjithë. Po. Tani, Emina është shumë e njohur, mori çmim? Po. Emina e ka marrë çmimin. Emina s'ka nevojë për çmime. Jo, po nuk ka nevojë për çmime më Emina. Është e vërtetë. Por ama, ka nevojë një Emin tjetër. Domethënë duhen identifikuar njerëz të tjerë me kontribute. Unë mendoj që edhe Loriku s'ka nevojë për çmime. Mori çmime apo e kam gabim? Se mos e gatroj tani. Morë çmimin në Skënderbej. Se nuk e ndoqa mirë gjithë ceremoninë e çmimeve, nuk isha të dark, i pash pak, por vura re që njerëz të cilët një lloj përsëritje, një lloj sikur ja ke dhënë dhe përpara dukej. Ndërkohë që ne kemi nevojë të identifikojmë figura të tjera në diasporë në Mërgat dhe më besoni janë pafund. Njerëz të jashtëzakonshëm, të rinj e të vjetër, pavarësisht moshës, e duan shqiptarinë me gjithë zemër. Kështu që te kjo e çmimeve ka diçka që nuk shkon. Ka një lloj rutine, jemi mësuar që jepja atij se tani e njohin gjithë, jo ne duhet të mësojmë të njohim të tjerë të gjithë. Domethënë duhet t'japim një dorë edhe në medias, tu se mbase nuk është faji i ministrive që i bien çik shkurt. Patjetër.